Të nderuar deputet të qytetit të Vlorës e Mëngjarë, me votat e këtij popull jeni zgjedhur që të mbroni traditën e këtij popull, familjen e karakteristikat e këtij populli. Historia do të kujtoj, siç ka kujtuar dhe vazhdon të kujtoj, si të bardhën edhe të zezën. Prandaj, ju bëhuni pjesë e asaj histori që ky popull t'ju kujtoj si të bardhë, e jo të zi. Ky projekt ligj nuk është asgjë tjetër veç se një shkatërrim. Çoroditje, siç e quajnë vetat e të cilët e kanë propozuar këtë projekt ligj. Qëndrimi juaj është shumë i rëndësishëm, sepse ose do të ndihmoni djalin apo vajzën tuaj në të ardhmen, ose do të mohoni djalin e vajzën tuaj e ta shkatroni atë në të ardhmen. Shpeshherë ne si klerik fetar, në zgjedhjet tuaja apo në vendimet tuaja, kemi heshtur, e ndoshta ky është gabimi më i madh që kemi bërë, që kemi ardhur deri këtu. Dhe sot që po flasim, juve na ofendoni, juve na akuzoni se po ndërhyjmë në çështje të cilat nuk na përkasin ne. Qyteti i Vlorës është qyteti i patriotëve të ndershëm, si burra edhe gra. E prandaj dhe unë si mufti i Vlorës po ju drejtohem juve fillimisht, pastaj çdo deputeti që përfaqëson këtë popull me familjet e tij, duke marrë parasysh edhe votat nga ato familje që ka marrë. E dim shumë mirë se vendimet tuaja janë politike, por kërkoj nga ana juaj që vetëm një herë të bëheni vetvetja juaj. Pa ndikim politik, kombëtar apo ndërkombëtar. Ti thirrni mendjes tuaj, por jo nga lart, nga zemra juaj. Dhe të votoni atë që ndjeni në zemër e jo atë që keni në mendje. Apo ju a ka fut dikush tjetër në mendje. Vetëm një herë bëhuni vetvetja juaj. Sepse ky popull do t'ju kujtoj vetëm për një vendim që keni marrë e të tjera do t'ju harroj. Prandaj, bëhuni të fortë një herë, ata që janë burra të bëhen burr, e ata që janë gra të bëhen gra, vetëm një herë. Ta votojnë kundra këtë projekt ligj dhe ne ta mbyllim këtë kapitull kaq të flisht që po vazhdon të tregohet në ekranet tona, në jetën e përditshme tonë. Mos harroni se çfarë do të bëni sot, do të vijë një brez pas jush që do t'ja bëjnë juve. Kohët e vështira sjellin burra e gra të forta, e kohët e mira sjellin burra e gra të dobta. Sot është kohë e vështirë dhe ka nevojë për burra e gra të forta. Shpresoj nga Zoti që të jeni pikërisht ju, ata të cilët historia do të thonë, këta ishin ata që morën vendimin ashtu siç duhet. Zoti ju shpërbleft me të mira nëse ju na dëgjoni dhe dëgjoni popullin tuaj. E nëse nuk e dëgjoni, mos harroni se Zoti do t'i ndëshkojë si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.